Thank you and Faleminderit. to share with you that Dëshiroj të ndaj me ju first common law faktin që written in Middle në Age kanunin ton there is që a është shkruar very fundamental chapter kohë më parë, ka një kapitull që ka të bëjë me mikpritjen. Dhe ai fillon me një citim që thot që shtëpia e shqiptarit i përket Zotit dhe mikut. That quote is really Dhe very kjo fjali profound. është vërtet shumë e thellë. It's the origin Dhe of the është fact edhe that origjinë we e ended the faktit Second World War që ne as the only country mbaruam, that had more Jews arritëm në after fund të than luftës së before, dytë botërore si vendi they were që guests in në ato moment kishte më shumë hebrejnë se që kishte pasur në fillim të tij, sepse ata erdhën si miq, të cilët u mbrojtën, të cilët shqiptarët i mbrojtën me jetën e tyre. feeding Por, well the guests ndër is absolutely të gjitha këto gjëra që ne bëjmë për miqt, gjë shumë të rëndësishme kemi që t'u japim atyre ushqim shumë të mirë. Kështu që për këtë arsye, pavarësisht se thuhet që dreka asnjëherë nuk është falas, sot do ta shikoni që është e kundërta, sepse sa herë që të vini në Shqipëri, në çfarë do lloj cilësie, do të jeni gjithmonë të mirëpritur dhe pas një ore do të rikthehemi që Europa të vazhdoj punën e saj. Faleminderit.